Aida Shtino do të mbetet ndër të paktat gazetare që ka arritur të mbërthejë publikun me orë të tëra përpara ekranit. Emisioni i saj, Njerëz të humbur, kishte një audiencë të jashtëzakonshme dhe ishte një format që bëri bashk shumë familje që ishin ndarë prej vitesh. Por, gjatë kulmit të suksesit të saj në gazetari, Aida u përball edhe me një pjesë të vështirë në jetën e saj, i cili ishte divorci. Ishte kohë e vështirë për mua, shprehur gazetarja, sepse njerëzit më njihnin dhe më ndalonin në rrugë, e më pyesnin se çfarë po ndodhte me jetën time. Kjo situatë më dhimbte shumë. Vendimin e gjykatës për ndarjen e kam lexuar në gazetë. Kohë e vështirë për mua, sepse edhe djalin e kisha adoleshent në atë kohë, por sigurisht jeta rrjedh, kohët ndryshojnë dhe tashmë gazetarja ndihet e stabilizuar në jetë, pas gjitha saj stuhije që kaloi. Dhe interesi më i madh i publikut qëndron në faktin nëse Aida e ka gjetur apo jo shpirtin binjak. Kësaj pyetje paksa të sikletshme për të, ajo i ka dhënë përgjigje. Aida tha: "Unë jam qenie njerëzore dhe të them që nuk kam askënd në jetën time, të gënjeja. Sigurisht, kam një njeri që më do dhe më respekton pa mas. Në fund të fundit, njeriu nuk e shtyn dot gjithë jetën i vetëm." Burime pranë gazetares bëj me dije se partnerja Aidës nuk ka lidhje me gazetarin. Ai ka qenë pjesë e politikës shqiptare vite më parë, po tashmë është tërhequr nga politika. Ndonjëherë, çështjet e zemrës kanë më shumë rëndësi se arritjet profesionale dhe suksesi, dhe me sa duket, Aida dhe partneri i saj, pas fortunave që kanë kaluar në jetë, duket se po jetojnë stinën më të bukur të jetës së tyre.